duhet menduar që ke pjesën tënde për të thënë fjalën tënde. Nuk duhet nisur nga sasia, ajo që vendos është cilësia. Thuhet një frazë, nuk ka rol të madh e të vogël, ka aktor të madh dhe aktor të vogël. Unë kam lidhur në 15 mars të vitit 1942 në Dukat të Vlorës. Kemi qenë 8 fëmijë, 6 vëllezër dhe 2 motra. Natyrisht kemi kaluar një fëmijëri tepër të varfër. Babai, për fat se atëre i përshmonin u shkonte njëri, e caktuan si shitës në radhim. Ishe shumë arsimdashës, deri në ekstrem, dhe u përpoq që ne të arsimoshim. Dhe nga 8 fëmijë, 7 u bën me arsim të lartë. Pasaj, unë krijova familjen time, me grua Afroditën, me vajzën Gentianën edhe djali Zamirin. Dihem shumë mirë për fëmijët, jam krenar sepse kanë marrë nga 2 prindit për sa i përket modestisë, thjeshtësisë, respektit ndaj të tjerëve dhe dashurinë ndaj punës. Për sa i përket arsimimit, unë filloren e kam bërë 2 vjet në Dukat dhe 2 vjet në Radhim. 7 vjeçaren e kam bërë në Tragjas dhe lëvizja 6 kilometra vajtje dhe ardhje, 12 kilometra në ditë. 3 vjet. Që ishte një sakrifis shumë e madhe për moshën që kishim. Megjithatë, edhe atë mbarova me rezultate shumë të mira. Dhe nga rezultatet më dhanë bursë në shkollën pedagogjike Jani Minga në Vlorë. E mbarova në 61. Prap me rezultate shumë të mira. Dhe atëre për shkollat profesionale kishte emrime. Dhe mua më caktuan arsimtar në Tepelen. Mua më caktuan në një shkollë me 4 klasë kolektive në Amanikaj të Tepelenës. Qela shkollën për herë të parë dhe jam mësues i parë. Aty punova një vit. Punova me përkushtim, me dashuri, sepse ata ishin fëmijë. Në rast se një fëmijë më vinte dhe thash, me lej mësues, ky tha kështu, e qulloj me pëllëm. Përse? Që ai të ruante personalitetin e vet dhe do të mos bëhej spiun nesër. Unë këto gjëra i urreja si natyrë. Mbas një viti, mbasi aty e mbylla mjaft mirë, më quan në 7 vjeçare në Nivic, jepja matematik. Aty erdhi një inspektor dhe mu qep mua, vinte në orët e mësimit. Më mori veç, tha mua, mos u thuaj të tjerëve, tha, kam dëshirë të të qojnë me malje, tha. Po unë e mora për çka. Dhe vërtet, mbas një jave, edhe një shpërblim me 3.000 lekë dhe transferta. Vajten me malje. Kam dhënë të njëjtën lëndë matematik. Nga jeta në arsim, unë mësova shumë gjëra. Nga kisha marruar me rezultate të shkëlqyera në shkollën e mesme, mbase kisha dhe ndonjë ndjenjë, ka padaj lëku, që unë jam dikush. Atje mësova si të unë, të mësoj nga jeta, të jem njëri i thjesht, modest, dhe kam dhënë gjithë jetën time dashuri për njerëzit. Natyrisht me malje ishte një estrada amatore, se kishte shtëpi kulture. Ishte një regjizor që mu qep, sa mua do vishta se kemi skeqe. A nuk vej, s'marrë vesh nga këto punë. Jo do vish, edhe sot jam mirë sepse ai u bë shkak për fillimet e mia, që mora këtë rrugë i mora. Për çudinë time më pëlqenin dhe më duar trokisin. Ajo 3 shfaqje në vit bëshin, aq sa kishte mundësi. Dhe mbi të gjitha u bë shkak një inxhinier nga Vlora, pa një shfaqje, ishte fati im ky. Edhe më thonë në restorant kërkon dikushi. Vajta kështë marrë një kompostor. Tha mua këtë kompostor e ka nga unë tha për shfaqje një pashtë. Dhe të këshilloj tha që të shkosh të japësh konkurs në shkollën Aleksandr Mojsiu për aktor. Unë se dija që ishte hapuroj e shkollë fare, s'kisha ide. Me faleminderit ashtu. Po nuk i vura rëndësi. Tashi prap i njëjti njeri, prap fatim, vjen dhe shikon një shfaqje pas 2 muajsh,
Më thiri, më tha mua dua një dopi ora kinga ati, tha, se thash atë kompostët. Në vëndi, thash, ja thash. Më tha mua që ke menduar për ati, thash unë. Pa lere, thash unë, nuk e ke gabim, tha. Qëfar humbet ti, përveç lek të rrugës? A i ku e mendova gjatë e gjërë. Hajde, thash, po vete, po absolutisht me mendimin që unë do fitoja në konkurs. Dhe edha kisha vllajën që mbaronte fakultetin e inxhinierisë, më shumë për të qirasur atë. Atëre lejonin studentët të merrnin pjesë në konkurs, si dëgjues kaq. Dhe kur mbarova filluan të më thoshin mua fitove ty. Unë me ato që prapë qizësin time. Çfarë fitova në Alini dhe tash më e bukur ishte sepse një palë dokumenta të mia që kishin mbajtur në Shkodër për të vazhduar 2 vjeçarin matematik fizik. Dhe merri telegrami në shtëpi në radhim që duhet të shkosh në Shkodër. E po thash s'kam fituar. Natyrisht u lëndova me që më thanë me dëgjova zërat, jo se. Dhe kam vajtë në stadiumin Qemar Stafa, nesme për të nisur në Shkodër. Thash, nuk kthejmë njëherë në oborin të teatrit popullor. Kot, u ktheva, shikoj emrin tim ati. Dhe për çudinë time fitova. Kështu që u ktheva pasaj, shkova në radhim, u rregullova dhe erdha fillova fakultetin. Në 65, e mbarova në 69, kemi qenë një grup shumë i mirë, të cilët treguan veten gjatë jetës artistike. Dhe unë e kujtoj me nostalgji kursin tim. Më mbajtën mua asistent pedagog, kuptoni si fillim. Nga ai vit deri në 2012 që dola në pension, nuk kam lëvizur. Aktrimin e fillova që në 70-ën me shfaqje teatri, shumë zhurmë Brazgjë, regjisor Mario Shiku. Pastaj në 71-shin u bë shkak Piero Mirkani, që mapi derën e kinemas. Është i pari dhe jam mirënjohës. Unë nxiton kështu, babam. Tek gjermanët nxitoj. Sonte do t'i futim në thes 2 komunistë nga ata të peshkimit. Ty njohun ata horra, me duart e mia do t'u hapa prangat. Nuk e di, për çudinë time unë s'kam pas frikë, ka pas një kurajo. Edhe kur e mora rolin, natyrisht vetë skenari t'imponon që të kesh kujdes, s'pari duhet të zbërthesh, se ke të bësh me jetën e tjetrit. Nuk është jeta jote. Unë kam pas fatit të njoh jetën mirë, atë i thash që në fillim. Dhe ajo më ka ndihmuar që të jem tepër realist në atë që bëja. Të thash unë re babam, si dihet fundi kësaj pune? Petraj Lubonja ishte operatori i filmit. Dhe ai mandej cigarishet me cigare, tha, duke gjyra unë, tha, që nga ky, tha. Më erdhi mirë, se më drejtën, po prapë vazhdova punën, nuk... Mbaroi filmi, për fat kujtimës pa i vogli, botoi te Gazeta Drita një artikull që më bënte elogje edhe mua, edhe Timo Flokës në triptiku. Armët, ura dhe meqa. Për çudinë time tash, po atë vit më thret Dimitra Anagnosi, brenda vitit 71, malet me beri mbuluar. Kush është aty se lëshova qenë të bëri copa? E kujt është kjo shtëpi? E Zafaj Merit është, marton djalin, bujru. Ka një bab ky që e bën qeqo. Do të vrasë tat, po eja ndër vete, e ti unë. A ishte krejt tjetër gjë, por këtu isha më afër jetës, sepse dhe në fshatit tim dhe gjetë, unë i njifja ysmeqit, se kështu që bënin ysmet të përdasme. Dhe në bazë të analizës që i bëra, vendosa ta quaja rolin tim hijeja e Safajt. Ndjeva kënaqësi pastaj për kërkesat që kishte Anagnosi. Atë që i kërkonte vetes, ja u kërkonte edhe të tjerëve. Ai nuk të merrte në film se të kishte mik ose të tjera arsye. Ai të merrte në rast se i bëje punën, i duhesh. S'ka në punë ballica këtu, po dil nga vrima. Me këlla posë, Osman. Po se ç'është një atje te gardi, partizan thot pa drejtë di se ç'është. Kështu që me atë role ndjeva veten shumë më rehat,
më i përshtatshëm. Mbaroi dhe ky film aty mbase më hyri kënaqësia për kineman. Megjithatë unë kam qenë i privuar për disa gjëra, sepse duke qenë pedagog, unë e kisha të vështirë televizja. Atëherë jepej leje kryesisht për rolet pozitive dhe që kishin pesh në film. Ndërsa ne që kishim rolet dyta, ishte e vështirë të merrje leje. Dhe lëvizja më e madhe mund të ishte gati një javë, jo më shumë. Kështu që gjithë krimtari në përgjithësi unë e kam bërë lejen time, kryesisht. Dhe nuk kam bërë pushime familjare, nuk e kam pas të drejtë. Por kam dirë kënaqësinë e krimtarisë. Ne atëherë nuk pagueshim, por ushtronin profesionin. Profesionin nëse nuk e ushtron të lë, të braktisë. Kështu që ushtrimi i profesionit ka qenë gjëja më e mirë e asaj kohe që bëheshin 14 filma. Një filozof thotë çdo punë i trembet mjeshtrit vet. Pra puna do mjeshtër. Dhe kinemaja jonë në atë periudhë para 90-s ka pas mjeshtra për mua. Bëj me dashuri, me përkushtim dhe pa u shpërblyer. Natyrisht kishte edhe gafa. Për shembull, shkurtoi filmi për të ruajtur aspektin ideologjik, bëheshin shkurtime. Mirë, po kjo shkonte në dëm të nivelit artistik, që s'duhej bërë, se s'ishte e drejtë. Si shikua ka ky me këto? Mendoj që filmi ka atmosferën e luftës, natyrisht ka qenë i vështirë se kishte skena masive, nuk ishte e lehtë, edhe xhiroi në korrik të 74-s. Megjithatë filmi kur doli e kishte atë peshën e vet për sa i përket atmosferës së luftës dhe përkushtimit të gjithë aktorëve. Dhe kishte karaktere të ndryshme. Trit këtu sa të kontrolloj rrugë. Bilet! E gjoni tellallin tuaj Trifon që sot do t'ju gëzoj. Se ka sa ban tonë e ka sa i disur dy zonja. Njëra do të këndoj, tjetra do të loz me ope aman aman. Gjiruan Libohov. Sheshi i qytetit u kthye në një atelje, një muaj shtator. Ka karaktere të spikatur. Regjisor është shoku im i kursit, Sajmiri, i cili ka një gjë shumë mirë. Ai është spontan dhe në jetë dhe në krimtari. Duke xhiruar, lajmëroi dikën në fshehësi, tha, i rëzoni Mirush Kabashit karrike, tha, kur filloi turma të reagonte për keq. I rëzua karrike, Mirush i geli dhe që tepër spontan. Dhe i kërkoi falje, më fali, tha, kush e bëri atë, dhe porositi prap do ta bësh. E bëri prap për një gjë. Ka kujtimet më të mira. Unë nuk isha në rol kryesor, atë rolet dyta. Kështu më ka takuar në krimtari. Por kam ndjen një kënaqësi, më vjen mirë ta them sot. Po veja në fakultet në Këmbë, se gjithmonë shkoja në Këmbë. Dhe Teatri Shëja më del një Tiranas qytetar. A ka mundësi me ardhë në shtëpi, tha, me dhënë një kafe. Të falenderoj, thash, po kam mësim duhet iki. E ti pse ndalova, tha, dhe t'jeva atë kafe, përse i thash unë. Je si kripa në gjellë. Mbase është vlerësimi më i mirë që kam marrë. Po, bilet! Asnjëri mos mbetet pa ardhur shesh. Anëmet e nderuara do të kënaqin miletin me këngët e tyre. Aktori duhet të vlerësoj dhe lëvdatat dhe vërejtjet. Lëvdata pranohet më njëherë tek individi. Ndërsa vërejtja e ke të vështirë. Gjëja më e mirë që kur merr vërejtje, të vesh në shtëpi, të mendohesh, të analizosh dhe pastaj të japësh përgjigje. Pra janë në kundërti për sa i përket vlerësimit. Unë gjithmonë i kam vlerësuar dhe vërejtjet. Për shembull, pavarësisht që është jashtë kjo
Në vitin 1974, po vija në teatrin popullor, më del përpara një djalë. Ju keni luajtur atë ballistin, tha, flitej për filmin e Piro Mlikarin. Po e thashë. Ti je pedagog, tha, në Institutin e Lartë të Arteve. Po i thashë. Dhe vazhdojnë të mbajnë ty, tha. Po ndikoni dhe ju të më heqini, thashë, të them unë. Ai ngatron të jetën me rolit. Unë e ti asot nuk e mbaj mend se kush ka që. Ka dhe rastet tilla që domethënë ngatrohet jeta me jetën artistike. I leti madh do të vi, e ndjej me hundur. Veç atë këngën, zare trëndafile, që ma bëre me hile, e më qafshje pa se këndohet për mua. Thoshe një aktor i ynë, Gjon Karm, unë kam role të dyta, po kur hyj në skenë dhe kur datë duhet lë për shtypje që do kthehem prap. Pra, aktori i bën vend vetes. Pastaj ka pas dhe një gjë tjetër që ka qenë magësi për rolet pozitive, sipas meje gjithmonë, që ngjanin shumë me njëri tjetrin dhe nuk të lësh tek për të krijuar karakter. Gjithë patriotët së bashku duhet gjejmë rrugën e shtimit kombit, që thuhet i Gjermani nuk është okupator. Po se nga Vestënget, ku do niseni pak me thuprën e pushkës, që thuhet ti. Le të flasim po t'ja umbaj, që thuhet ti. Kur ta gjeni më lajmëroni, këtu jam unë tek Pingjot. Njeriu me top ishte roli i parë që kam marrë me Viktor Gjikën. Natyrisht atëherë çdo gjë bëj me kinoprovë, se nuk të merrte njeri për kushëri e për vëlla. Natyrisht unë e dëshiroja atë rol edhe për një arsye, sepse skenarin që bërë drejtoroj bashkë me Viktorin, unë drejtoroj e dua shumë si shkrimtar me shë të madhe dhe si njeri me një të madhe. Dini, se dhe Italinë e flamosur e çfarën që thua ti. Hajde gëzuar! Këtë rol unë e kam trajtuar si një agaf fshati që kishte influencë, si pas analizës që bëra, edhe në bas romanit, kuptojmë. Dhe mendoj se u arrit një gjë e tillë, natyrisht kisha dhe përgjegjësinë sepse skenat e mia në Rusan të Delvinës u xhiruan të parat. Mbase këtu kishte edhe një lloj hileje në kuptimin që rolet negative të bëhen më përpara se nuk prishin punë. Megjithatë unë nuk kisha qef mbetje për këtë, ato u xhiruan fillimisht. Ishte një njeri i shkurtër, i beshur me një kostum shajak, një kapele ka dife të mbajtur kështu ai, kishte shatin edhe diçka tjetër këtu edhe çdo ditë në distancë 20 metra më shikonte. Iktes më fliste. U bëra unë kurios dhe pyes shitsin e dyqanit ushqimor aty. Më thash një filani thash, po më shikon këtu. O sa ai ka qenë kryetari i ballit tu tha. Edhe ai të shikon ty tha, a e plotson atë që mendon ai tha. Sot duhet të mlidhemi të gjithë edhe të japim dorën njëri tjetrit. Ne të ballit kombëtar, edhe ju komunistët që thua ti. Roli ka analizë dhe sintezë. Pa analizë s'ka sintezë. Sinteza bëhet në xhirim. Analiza është teorike. Fati ishte ky që çdo aktor dhe çdo regjisor, një muaj përpara 2 muaj merr skenarin. Këta aktori duhet ta bëj se s'bën, se çfarë është analiza? Është një autostradë që i krijon vetes aktori për të hyrë për të bërë sintezën që i bashkon këto elemente të veçuara në teori, bashkohen kur xhiron. Kjo duhet bërë se s'bën. Natyrisht gjithkush ka metodën e vet. Imja ka qenë shkolla e saktë, analizë e saktë, gjithmonë sipas meje, nuk dhe pastaj xhirimet, domethënë materializimi. Nuk mund të hysh në një pyll në rast se nuk ke një sopata një gjë për të hapur rrugë. Hajde, leri lojra, lëviz, qenë. Atë e mora me shumë dëshirë, rilexova romanin, skenari ishte i Kadarez, unë atë rol e pëlqeva për një arsye të thjeshtë që ishte Mete Aliu ishte vetvetje. Bruto. Pra më pëlqeu thjeshtësia e tij. Skena më e vështirë ishte skena ku do fliste Pavlina Omani në radio. Aty ka një kthes shumë të fortë. Janë 2 gjendje
diametralisht kundërta. Një gjendje e vështirë për aktorin. Po japim lajmet. Në përk. Borgjeze, fal! Ju flet Tirana! Unë jam mirë njohës Ricardit sepse ai kishte përvojën e aktorit dhe nuhaste kolegët e vetë, duke luajtur dhe vetë natyrisht. Aktorin e linte të lirë, të vepronte. Gjironim një ditë në një shtëpi që do merrin njërin që ka dubluar Violeta Manushi që ulerin pse e merrni, pse e bëni. Mos ta bëj teatro, Borgjes! Jes punosh! Aty jetonin shumë familje në atë pallat. Edhe i thot, Ricardo, tha, nuk kam kafe në raki për gjitha, po këti sakati ta pojnap, tha. Dhe po më shikonte kështu, i dhimë se isha. Tha mua, sakat jam, i tha. Po pse të kanë marrë ty, tha. Po kështu duhet, i tha shumë. Pa dorë. Nuk u ndjeva. Natyrisht u ndam, pa ditur gjë asaj, jo, edhe aso nuk ja spjegova. Mbajet këtë në. Populli atëre na respektonte deri te Zoti. Megjithatë, gjithkush, pasi mbaron punën, është qytetar si gjithë të tjerë. Pra, unë mbaroja xhirimet, nuk mendoja se do bënin lëvdata, absolutisht. Unë bëja jetën time private, thjesht në jetën time. Si çdo qytetar nga më të zakonshëm. Kjo është gjëja më e mirë. Në rast se aktori ose gjithkush në çdo punë punon për të marrë dekorata, gabon. Dekoratat janë rezultat dhe i cilësisë punës, nuk janë qëllimi i punës. Arti, si çdo profesion, mbi të gjitha do modesti. Duhet të jesh kokul, studius, të respektosh të tërë që marrin pjesë në një film ose në teatr, aktorët më të mirë të botës. Çfarë është arti? Është një mozaik që secili vë gurin e vet të çmuar në atë mozaik. Aktrimi është të besuar dhe sinqeritet. Pra në rast se nuk beson në kushtet në të cilat ndodhet personazhi, në rrethanat, nuk e gjen të rrezik. Bile, në rast se nuk respekton rrethanat në të cilat ndodhesh, mund të thyesh qafën. Mund humbasësh edhe jetën. Sotir më thuaj. Do më njihni. Ta është vide u me ju ma se bëjnoj plaçk. Di se që shkruajtur këtu? Kam shkruar emrin tim me soja. Se ti të shkruash greqisht? Kam mësuar në qik në prit të fshat. Liria vdekje është i 79-ës, sa po kisha marrua radiostacionin. Nuk më kishin thirrur Ibrahimuçu dhe Krisaq mitur në njerë, Krisaqin e ka pas shokursi, një çoban, ai sa ishte. Bari jam, po jo me dhite mia. Këto janë Niko Qomos. Po, amre si ta thonë? Sotir më quaj. Dukeni tepër i zbet, çfarë keni? Asgjë, kanë lënë 3 ditë pa ngrënë. Atë e kapën njëherë pas grevës, e torturua. Pastaj bevës e lanë të lirë. Ka mundësi që unë t'jem shoferi juaj. Lecka është e pastër, dhe benzina është e pastër. Jo për gjë, po se unë vetë nuk e lejoj veten të bëhem problem, e të arri deri atje sa të shkel në rast kanë. E më shoqelen, pse më shikon ashtu? Po se pyet, jam beta të shikoj ty. Rrit, ke qenë gjeloja se s'kam nget ndaj guron për t'ju, po hajde. Ikor drejt, mirë hajë gruaj që të ka. Isha skavatorist, prap me Piero Milkani, kish marrë skavatorist në Lezhë, që bërën kënet në Lezhë. Dhe po punonin ata, u thot Piero me keqësi që e karakterizohet, tha, u kam sedhe një eskavatorist nga Tirana. Duroj njëri nga ata eskavatorist. Ai që ka ardhur nga Tirana, mos na shes mend të rri aty apo të vit punoj këtu. Ligji i parashikon të gjitha. Mos dredhoj pandeu. Kjo që në shtëpinë tënde, po të mos isha ai dinak, do të doja më shumë. Si ka di këtij vendi vendos, të dënoj Petro Luarasin me konfiskimin e abdetares. Mos lëviz asgjë nga vendi pa ardhur unë. Këtu do t'jemi këtu, po te kun do ta përplas shkok. Jashtë po të them. Ndre është i urtë. Ndre duron.
Të përgatisim një peticion ku të firmosin e të vënë kishin të gjithë. Kam thënë që ditën e parë, po tani u erdhi mendja. Respekt. Respekti nuk imponohet. Fitohet. Vurte shtëpisë time është xhiruar në Guno. Flinim në dhërmi. Ai është një film i fëmirisë së Dimitra Anagrosit. Unë aty kam pasur mësuesin e fshatit, që realisht ka pas qenë mësues, dhe për çudinë time unë i gjaja shumë. Aty çdo gjë ishte tepër realiste. Pini, u bët burra. Për atë rol kam marrë urime nga Odise Grillu. Më ka uruar dhe tha, na kujtove vllajin, na ngjalle, sepse ai ishte dëshmor dhe ishte vrarë. Brenda Institutit Lartë të Arteve, ne vini shfaqje vetë, trupa e pedagogëve. Edhe kemi dhënë për shembull shin plazh që ekziston dhe sot. Po ta vriste mendjen kaq thellë njeriu nuk martoi kurr. E di kur I mendojmë këto gjëra. Po? Unë ai moshë. Mësuesi I letërcisë e tjera kanë qenë disa shfaqje. Natyrisht dhe në teatrin popullor, unë kam luajtur shtëpinë me 2 porta, të Rushdie Pulas, që I dhënë goxha 84 herë, pavarësisht që nuk është regjistruar. Teatri ka komunikim të drejt për drejt me publikun, që të marrësh duar trokitje dhe të këmbesh frymën me ata që ke përpara të 2 palët, është gjë e shkëlqyer. Filmi ka vështirësi sepse fundin e filmit mund ta xhirosh në fillim. Dhe për regjisorin dhe për aktorin është e vështirë të ruaj linjin e personazhit. Është shumë e vështirë. Këtu pasaj do mençuri aktori bashkë natyrisht me regjisorin. Aktori ka vlerat e veta, është materializues I ideve dhe I mendimeve të regjisorit. Por, këtë do ta them hapur, regjisorit I takon filmi, roli I takon aktorit. Është art kolektiv, gjithkush ka vendin e vet. Natyrisht, regjisori ka vendin e vet, pse? Duke marrë së pari njerë, skenari është pushteti legjislativ, pushteti ekzekutiv është regjisori dhe aktorët. Kritika dhe publiku është gjyqësori. Këto 3 pushtete, aq sa të ndarë, kanë dhe marrëdhëniet e tyre. Dhe sa më të mira të jenë këto marrëdhënie, aq më mirë vjen punët, edhe në krimtari. Më jep shënjë se di vet. Jo, dhe qke? Kënë po them. Dhe vjen një ditë në rolin e Dajos. Ishte dimër, kishte shumë borë, por ishte një klimë e mrekullueshme. Si që ishte klima, ishin dhe marrëdhëniet midis personazheve në film. Unë kam mbelur mjaft I kënaqur nga dhe trajtimi që kam bërë, po dhe nga kërkesat e Vladimir Pritit. Ai më kërkoi diçka mua, se unë therr derrin atje, edhe do e therr shtim tha mua. Unë therr dot një puli, tha që do të therr derrin për leret. Po jo, do bërë, lë rolin I thash, nuk e bëj dot, nuk mundem. Se vërtet nuk, s'jam javë të therr asnjë pul. U detyua bëje jashtë kuadrit I thash, ta therr një tjetër, merr ulërimat e derrit. Ashtu bë. Këtu më ndjen. Aty e Hapi syt këtu. nuk e shoh dot Jakun, ti e di. Po kur të kem vdekur unë, kush do t'i therr derr aty? Gjëra herë. Kërkesat artistike ishin tjera, pastaj ishin marrëdhënie shumë të mira midis të dyve. Është pritur mirë sepse kishte të bënte me ruajtjen e personalitetit njeriut. Në rast se dikush merr postin, nuk duhet të tjetërsohet dhe të shkëputet, jo vetëm nga shoqëria, po dhe nga familja. Unë për këtë arsye dhe vajta sepse më pëlqeu tema dhe trajtimi I saj, pikërisht për këtë që thash. Ja bëri bam papritur. Nëse kështu e kam bërë edhe unë. Hajde për ajër në qoftë. Unë nuk kam marrë kupa festivali sepse ato ishin për rolet pozitive.
Ndërsa rolet e dyta jepin medalione. Në të vërtet, ishte një gabim për çfarë arsye. Aktorët marrin Oscar dhe për rol protagonist kryesor dhe për rol të dytë. Ndërsa këtu bëheshin këto diferencime, domethënë kryesisht me rolet pozitive dhe pozitive dhe kryesore njëkohësisht. Se mendonin që ato ndikonin më shumë në publik. Megjithatë unë titujt i kam marrë, nuk qahem. Në 89-ën kam marrë artisti merituar, në 1995-ën titullin profesor, dhe në 2002-shin mjeshtri i madh. Edhe ato kam plot medalione, edhe vlerësime për teatr edhe për filmin. Unë kur nuk jam mbështetur të njerëzit me pozit, ose të lutem për ndonjë gjë në jetë, absolutisht. Pse? Mora një mësim që shumë njerëz që u mbështetën tek njerëz të mëdhej që kishin pozit dhe mbasi binin nga fiku, e psoi dhe i Zoti dhe ky tjetri që e ndiqte. Kështu që gjëja më e mirë është të mbështetesh te vetvetja, te puna jote, te djersa jote, aq më tepër që arti është publik. Për shembull një inxhinier ta zëm shumë e njohin 200 veta, punon në një ndërmarrje të madhe. Aktori ka fatin e madh të jetë para publikut, por ka dhe përgjegjësinë e madhe, po ka dhe sakrificë shumë të madhe. Për shembull, në 1979 më vdiq babai, e përcolla në dukat në fshatin tim dhe ndark kam dhënë shfaqje. Qaja mbrapa kuintave dhe dilja luaja, sepse publiku s'do t'ja di se ç'hall ke ti. Ime shoqe ka sakrifikuar shumë për krijimtarinë time, duke qenë i ikur në periudhën e pushimeve për të krijuar, natyrisht nga që doja të krijoja, jo për të dukur, po ishte një nevojë e brendshme e imja. Ajo s'ka bërë pushime me mua dhe unë jam mirënjohës edhe sot për sakrificën që ka bërë. Nuk bën jetë familjare të rregullt. Kështu që me fëmijët, me edukimin e tyre dhe me rritjen e tyre është marrë ajo. Ndërsa unë kam dhënë ato në mesën time në aspekte të tjera. Unë kam frikë se ata gur mos kanë branojnë dëshmitar të rem. Njeriu do grine, se po nuk u grin, nuk është njeri. Njeriu duhet të riu. Njeriu duhet të grindet. Në fillim nuk desha unë të shkoja. Natyrisht, mbasi mora skenarin, më pëlqeu. Pse më pëlqeu? Personazhi që kam në atë film përfaqëson filozofinë popullore. Po e thënë shkurt dhe qartë, në mënyrë të prerë, kategorike dhe shumë të mençur. Dhe mua shpeshherë më pëlqen filozofia popullore, sepse përmban esencën e gjërave. Është konkluzion i sentencave të jetës. Lumë si golja që e di që është. Si të bëjmë ne të tjerë që nuk e dim? Natyrisht nuk e bëjnë gjithë këtë, se kanë këtë aftësi. Prandaj quhet dhe plaku i sertë, se kështu ka emrin në personazhi. Ligji Zoti Maliq është si punë e këtij shkopit. Ajo përdoret dhe sot nga njerëzit, ja ligji dhe Maliqi. Ja ligji. Ja dhe Maliqi. Natyrisht kam dhe një gjë të bukur, se duke xhiruar, unë do përdorja bastonin se e kam qelluar realisht. Ligji në dorën e Maliqit mund të jetë kështu. Nuk i thash gjë atij figurantit që kisha përballë. E godjo pap. Mund të jetë kështu. Reagoi ai, mirë po doli spontane ajo. Mbasi mbaroi thashë më fal. Unë gabova, i thash qello. Ta qua tash për të mbështet. Çfarë bëre tha? Si e qellove ti atë? Më fal, jo por thash gabova. Mirë po do bëj dubli dytë. Kështu që unë do bëja po të njëjtën gjë. Kështu që ai ndonjëherë rehat, reagoi pastaj e përqafova, më fali thashtu, se thash më qaf se prapë e hëngri bastonin në kokë. Po pse moj, tani e gjetë të marrësh lejen e lindjes ti? Po çfarë të bëjmë? T'ja annullojmë lindjen. T'ja shtym pak. Po mirë ti bet, vetë ka fajin. Unë ua kam thënë mendimin tim për këtë djalë. Ti je një hiqiri! Shtoku! E të mos shumë në zyrë. Ik mytu! Te zvëndsi gravet unë shefi i llogarisë mora sepse kishte një dram, Maku, që interpreton Mirush Kabashi, nuk është jashtë linjës ti, jashtë logjikës ti, nuk është korrekt, nuk di, prapë si pas ti. Sepse ai është në kërkesat e veta është i kalqifikuar. Nesër në mëngjes do të marr kontakt me Mini.
Ministri. Naturisht aty u shmalla dhe në qik me Viktor Gjokën, sepse ai kishe kohë që nuk ishe krijuar, edhe krijuam një lidhje të mirë me njëri tjetrin. Vetë mos I pëlqeje pastaj? Si pastaj? Po s'mi bën hyrje? E ke nga vapa, po të zuri I la qimizave. Mirë është fillosh punën tani se do na futesh në gojë të fshatit. Tani që u kthye dhe Dania do të jemi më të sigurt edhe në port. Unë pa bereqet. Po ne kishim shpresa të mëdha. Gjatë lutem mos e lër me kaq. I këtë lërë me rap. Mbase më emëroj në ndonjë qytet, që është më mirë në qytet e di para tjera. Me Gjevari Zenelin, se kam pas student, është gjiruar në Progonat. Atë rol unë e njifja atë lloj jete, kështu që kaluam mjaft mirë. Që këtë? Po bëj prova. Kështu e do zanati. I dhe ora ato se do të talli. Dreq. Ta se lejtit. Edhe filmi u vlerësua, po dhe unë u vlerësova për atë rol, me medalion. Thonë se çdo gjë humbet edhe vdes, përveç njerëz. Shpresës. Të gjithë kthehen kur I thresin gazet. Ti u ktheve kur thirrën hallet edhe dertet. Kush ka qenë shërbëtor në fshatin e tij, zor të bëhet zotrin në fshatin e botës. Më pëlqeu shumë kur e mora, sepse krijova një mendim që ky njeri që shpërndan letrat e kujeve, mban hallet e të gjithë fshatit. Është një detyrë jashtëzakonisht e vështirë. Nga ana njerëzore flas. Se kjo arsyeja që ai nuk komunikonte, po vetëm në vend pa dhënë përgjigje majtas e djathtas. Troni vetë. Një personazh me këmbë në tokë, unë kështu e kam trajtuar, një njeri I vuajtur gjithmonë është me këmbë në tokë, dhe këtu kam marrë vlerësim për rolin. Vërma një laf në vesh. Sa them si mik, me që njëherë në javë na e bën kafe të mirë. Ju e keni vrarë. Te vranë ata të batalionit blu. Po ju e keni mbajtur me bukë të ushtar. Edhe unë I kam mbetur bosh, nuk I kam paguar rrogën si shërbëtor. Mos doni t'ju jap juve? Unë e di që ti shkon me gjinën pirinatin tim. Po ja ku po ta them. Po të pash edhe njëherë do t'i them sa shoqe, rufjan. Po ç'loj është kjo? Kur kush do mund thot, llaproj me dreshën? S'po ma vesh që. Filmi tjetër me shokun tim të kursit, Sajmir Kombaron, Muharrem Akrepi, kështu quhej personazhi. Tashi mua kryesisht më ka pëlqyer dhe skenari në përgjithësi kur e lexova, po dhe roli kryesisht për një që e quan dhe veten Sherlock Holmes. Dhe kur vjen puna që vete atje te Kafka të këtë, ai s'është as kapteri më I ndomt. Këtë turçke edhe u treme, ko qatë burë. Një ko gje libri, një ko pëto dhe gje libri. Më vjen keq që fatkeqësia ndodhi tek ne. Më duket sikur jemi fajtorë të gjithë. Ke thënë tjetër njeriu çka bën. Ta them si vlla, ajo e kishte fajnu, ndonjë me mua në dhomë më shumë se njon. Unë jam fajtori, unë! Më nxirr rrobat se do nisem për Tiranë. Do vinja vetë të rëmbeja. Nuk rëmbet aq kollaj tek I Malik. Tek I Maliki ka akoma forca të nderoj miqtë e tij kjo. Po secili bën ti. Rolin e mora më pëlqeu sepse ka të bëj prap me tjetërsimin e njeriu kur merr post. Po ti sikur the do të shkoje pas nesër? Jo, sot. Realisht kam qenë I ngarkuar emocionalisht dhe ashtu e kam trajtuar, përse jo për veten e vet si personazh, po I vjen keq për shokët që janë transformuar dhe kanë humbur identitetin. Se rrojtë 70, 80, 100 vjet, kjo nuk është në dorën tonë. Ashtu është. Po I ta mbyllim me faqe të bardhë, kjo po. Aq sa vend ka ai, unë I kam bërë smetin me shumë dashuri. I dash. Lexoje. E pas ka të ngatruar shkrimi kjoja. Jam vonuar shumë edhe me siguri fëmijët kanë dalë në rrugë të mpresin. Ne sot do ta ham. Edhe do ta ham mirë bile. Ka njerëz, po ka dhe policë. Edhe ata që merren me propaganda hapërfetare. Kthesat e mëdha, shoferët ulin shpejtësi, se thyen Turin. Edhe qenia njerëzore kështu duhet veproj. Kthesat duan procedurë. Pra duam edhe kur u bën ndryshimet, ata regjizorë që vazhduan atë procedurë që kishin bërë
me gjithë përpjekjet që mund të bënin për të bërë politikë të sforcuar. Kështu që me filmat që kam bërë mbas 90-s nuk kam ndonjë, absolutisht kam bërë atë detyrë që bëja. Për shembull me filmin Parullat, nga që ishte koha, domethënë që njerëzit për atë që thash nuk merrin dot kthesën, edhe më kanë anatemuar si merr ai këtë rol, duke harruar gatronin jetën me jetën artistike. Do t'i thuash mësues Sabafit edhe të tjerëve se kush të mësoj në shtëpi të thuash në mes të klasës se kina është vend revizionist. Pas kush mësues Sabafi? Unë kam punë vetëm me atë që kam mësuar babajnë tëmë të thotë që Bashkimi Sovjetik është vend socialist, kështu vend kapitalist. Revizionist shumë Sabafi. Ashtu se u përëllamsh. Atë rolin e sekretarit partisë që kam bërë unë tek Parullat, unë e pranova për një arsye. Kishte të bënte me një fshat të largët, ku mbas edhe gazetat nuk venin, jeta ishte horizontale, e varfër. Kështu që atë ismet i bëra. Ka thënë publikisht në klasë se kina është vend revizionist. Kur marruam xhirimet, i thash unë miru pafshim në festivalin e Kanës. Për çudinë time, ajo u realizua, e u parandjenj kisha unë. Shkuam në festivalin e Kanës, filmi u prit jashtëzakonisht mirë në një sallë 1000 vëndshë. U bë dhe një konferencë shtypi, 1 orë 10 minuta. Mbasi mbaroi, siç isha atje, vjen një 75 vjeç. Edhe tani që të kam përpara të kam frikë. I thash unë frikë artistike për këtë në vajza gjithmonë. Jo, sa të kam frikë dhe iku me gjithë baston. Nese kjo për mua ishte një lëvdat. Që roli ishte i realizuar. Kur ballafaqohesh me botën, ndjen dhe një lloj kënaqësie kur të vlerësojnë. Dhe njerë, jo për vete flas për filmin në tërësi, domethënë, dhe për artin tonë kombëtar. Tirana në vitin 0 me Fatmir Koçin. E mora prapë se më pëlqeu drama e personazhit. Dhe më ka ardhur keq se unë gjirova për çudinë time, operatori ishte austriak, që s'ja fal dhe sot. Ai s'kishte film në tha, është bosh ta kaseta. E kam rigjiruar po pa dëshirë. Dhe tjetra ka qenë që filloja ndritare me automatik, gëzhoja bën rikoshet në mur edhe më vjen këtu më qahet vetulla. Plasi gjaku, nuk e ndërpreva. Mbaroi deri në fund, spushonte gjaku deri u bë pushim, pastaj e rigjirova. Duhet diki, të fshim diku. Di të bësh sa punë? Di, si s'di. Syria shikon, ta ndjej edhe dora. Sikur pash një Gjerman në bërë. Thash unë pash Gjerman. Gjergji më thot, do t'jap një qifut. Rofshi, thash, unë faleminderit. Ai producenti, tha, Pascal Judelevici më tha, ishte i njëjti producent, e te Parulla dhe këtu, te i dashur armik. Si ja ke dhënë profesorit i atë rol, se ata ishin me konceptin që aktori luan një lloj roli, dhe nuk më shikon dhe gjetë punë, vetë se te Parullat. Ju lutem zotëri, shpërblimi më i madh për mua do t'jetë po ta rregulloj këtë orë. U la filmi në Paris, atje qoheshin, Gjergji që në mëngjes tash i tërqef, hajde ndesha, urdhoj. E di që më tha, Paskali tha, thuaj profesorit është 7 breza qifut. Sonte puset e gjithë botë krishterë. Edhe Gjermani? Edhe Gjermani. Po e gjete atë e zbitit, e mësimet e partisë? Me të paguar bëhem në unë, burri shtuar i shekullit. Da, bësh garimin e këtu? Darin tërë ditën e... Darin tërë ditën e tërë të litur. U përpoqëm të gjithë të jepnin maksimumin. Së pari njëri ishe interesin tonë, po dhe të Artan Minarolit, që e kam pas student, kisha dhe obligimin si
ish pedagogik tia. Për atë zot, unë dyshoj se këtu kemi të bëjmë diçka si me Qikirviçka. Do më thënë si me qëllim. Pati dhe mendime atë, jo kështu e, jo pa ashtu e, se demek cënoj feja, se reagoj dhe feja atyre. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Duket të keni shumë vizitorë. Njerëzit duan të harrojnë. Besoj nuk më marrë mrije, po jo. Kam kaluar mirë me të gjithë regjizorët, sepse kur merja një rol, unë gjithmonë kam qenë zënë si bindur, pavarësisht punës individuale që bëja unë. Megjithatë, është reciprocitet. Edhe regjizorit duhet të ketë respekt për aktorin dhe aktori për regjizorin. Ndryshe nuk ka krimtari të frytshme. Së pari njëre quaj kulturë profesionale, së dyti kulturë njerëzore, së teti në interesin tënd personal. Kështu që unë jam mirënjohës gjithë regjizorët me të cilët kam punuar. Në profesion, ndikimi i parë është vetvetja, formimi që ke si individ. Ndikimi i tjerëve është i padukshëm dhe i dukshëm, është si mjegull. E dikush ndikimi i tjerëve tek individi edhe në krimtari, gjithkush dhe në jetë dhe në krimtari çmon të tjetri atë që të mungon ty. Dhe në qoftë se më ka munguar në një gjë, e kam vlerësuar tek tjerë. Kam qenë në fakultetin e artit skenik, duke qenë pedagogi thjesht, dekani i fakultetit, dhe kam kaluar në duart e mia shumë breza studentësh, të cilët më kanë lodhur, po më kanë dhënë edhe kënaqësi. Cila është kënaqësia? Individualiteti i tyre. Nuk është kollaj që të zbulosh, ta studiosh, ti bësh radioskopin për profesionin që merr. Është një detyrë jashtëzakonisht e vështirë. Ky është profesioni i pedagogut, është gjithë jetën i vështirë. Sado eksperiencë të kesh. Jam mirënjohës brezave studentëve, natyrisht unë jam përpjekur që të jem edhe prind, edhe pedagog. Dhe këtë e kam bërë me përkushtim. Çdo brez ka talentet e veta. Problemi është, a ekzistojnë institucionet që brezi sotëm të ushtrojë profesionin? Pse? Në rast se profesioni nuk e ushtron, ai vyshket, venitet, deri sa vdes. Një gjë ka talenti. Talenti nuk e burgos dot. Megjithatë, po e nxorre nga burgu, shkëlqen. Tjetra, gjithkush e do krimtarin, se të ma gjallë. Më pëlqen të them një gjë, në Ungjil thuhet, kur vë dorën parmend mos e kthe kokën mbrapa. Mirë po, në rast se të marrim parmendën, çdo bësh. Pra, duhen kushtet, duhen institucionet që të rinë të ushtrojnë profesionin. Është e domosdoshme kjo. Jeta nuk është bukë e gjumë, jeta do dhe kënaqësitë e veta, shpirtërore, të cilat duhet ja plotësojnë ata që merren me artë. Unë e di shumë mirë që ai që bën artë torturohet. Kënaqësinë e ndjejnë ata që e shohin. Në rast se kryet kjo detyrë, është bërë gjithçka për mua. Arti e kërkon këtë, përkushtim, dashuri, sinqeritet. Sinqeriteti në artë është i barabartë me sinqeritetin në jetë. Megjithatë do doj prapë te kjo që do të dëshiroja që të mos ma heqin parmendën.
Mbaje se më shtroj. Mos është dasma jote kjo? E ati, shko. Zonjat kanë urdhëruar të këndojnë në lushnjë, nuk kanë për të kënduar sot. Hajdeni që duat ishtë për kafemin në të ditë shënuar. Këta këti natin. Po mbase me vetën e ti o zoti Malik. Kjo që bët është një vërnuj. Hajde, ngrini gotat. Këtë do t'a pim me fund. Sa gjëra nuk po i kupton aq mirë. Po do t'i kuptosh.